Shpenzimet për ndërtim po ulen, por çmimet e banesave arritën kulmin. A mundet shteti që të ullë çmimin për metër katror banesor në vend që në Shkup të i kalojnë 2.000 euro, madje edhe 3.000 euro? Qytetarët reaguan për thirrjen që u paraqit para pak kohe, ku një banesë luksoze në qendër të Shkupit shitet me çmim prej mbi 5.300 euro për metër katror apo 47 metra katror për 250.000 euro. Reagoi edhe ish ministri i financave Kirill Minoski, i cili doli me propozim deri te qeveria të shqyrtohet mundësia për rregullimin e marzheve në sektorin e ndërtimtarisë që të pengohet rritja pa kontrolluar e çmimeve. Na krato krug državata može da intervenira na način što ќе го зголеми, ќе се воведат практики на ограничувањето на маржите на изградбата на новите станови и тоа во определен временски период, се додека не се стабилизира цената, слично на примерот кој што се користи во Франција, каде што се врши привремено замрзнување на цените на градежните и комуналните услуги. Сметам дека е тој еден од моделите. Minovski vlerëson se mund të shfrytëzohen shembuj nga shumë vende europiane, por të ne mundet përmes ndryshimeve ligjore të merret shembulli me ligjin për praktika të padrejta tregtare, që tani vlen vetëm për produktet ushqimore dhe bujqësore, ai me paralajmërim. Сите кризи кои што до сега во светов се појавува од 1997 година преку 2008 година се врзани со недвижнини и неконтролиран раст на цена на недвижнини. Nga Ministria për Transport nuk arritëm të marrim përgjigje për këtë propozim. Paraprakisht paralajmëruan se do të punohet në ndërtimin e godinave komerciale banesore përmes ndërmarrjes publike banesore dhe çmimi i banesave shtetërore do të jetë fikse 1.000 euro. Analiza e Biznes 21 tregon se nëse në vitin 2020, të cilat janë edhe të dhënat e fundit zyrtare nga regjistri i çmimeve të patundshmërive, 1 metër katror në Shkup është shitur për 970 euro, ndërsa tani çmimi është shumë fishuar. Se çmimet po rriten edhe nga fillimi i vitit, konfirmoi edhe webfaqja e specializuar cenakvadrat.com, kështu që për momentin çmimi mesatar në qendër të Shkupit kalon 2.000 euro, ndërsa mbi 1.900 euro është çmimi mesatar për 1 metër katror në Karposh. Dhe përderisa çmimi për 1 metër katror banesor po thyen rekorde, statistika publikoi se në janar janë dhënë 317 leje ndërtimi, 23.8% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Do të ndërtohen 759 banesa të reja, më së shumti në Ilinden.